Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në paraburgim, pasi gjykata e lartë rozoi kërkesën e tij për ndryshim të masës së sigurisë. Vendimi u mor nga trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Albana Boksi, Sokol Binaj dhe Genti Shala, të cilët kanë fuqi vendimin e 24 shkurtit të apelit në GJKK për masën arrest me burg. Veliaj kishte kërkuar zvendësimin e kësaj mase me një alternativë më të lehtë, si garancia pasurore ose detyrim për paraqitje, duke argumentuar se çështja tashmë ka kaluar për gjykim dhe nuk ekziston më rreziku për prishjen apo ndikimin mbi provat. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në paraburgim prej 10 shkurtit 2025 dhe mbetet i vetmi nga grupi të bashkëpandehurve, ndaj të cilët është caktuar masa më e rëndë e sigurisë. Kushtetuesja kërkon që të argumentohen nëse masa arrest me burg është proporcionale me funksionin publik të tij si kryebashkiak. Po ashtu, gjykata kushtetuese ka kërkuar arsyetim edhe për mënyrën e paraqitjes së Veliajt në seancat gjyqësore, konkretisht me qëndrimet e tij në kafazin e sigurisë gjatë proceseve në sallën e gjyqit. Nga ana tjetër, SPA ka ngritur ndaj Veliajt 13 akuza, mes tyre korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futja e sendeve të ndaluara në burg. Sipas organit të akuzës, shumica e veprave penale lidhet me raste korrupsioni pasiv në raport me kompani të ndryshme, të cilat dyshohen se kanë përfituar leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia e Tiranës në këmbim të përfitimeve monetare dhe pasurive të paluajtshme. Në dosje është përfshirë edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, e cila akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave.